Nëse vuani nga tensioni i lartë, duhet të hiqni dorë nga këto 3 ushqime. Duhani mbi pesha dhe mungesa aktiviteti fizik janë ndër faktorët më të mëdhenj të tensionit të lartë, por edhe dieta luan një rol të madh, citon Dr. Frank Phillips, dietolog dhe zëvendës në British Dietetic Association. Në këtë video do të ndaj me ju disa nga ushqimet që duhet të kufizoni për të ulur rrezikun. Një nga ushqimet janë edhe produktet e kripura. Nuk është e nevojshme të eliminoni plotësisht kripën në dietën tuaj, shpjegon Phillips. Por të funksionuar në mënyrë efikase, trupat ka nevojë për sasi të vogla kripe, por nëse i konsumoni produktet e kripura në pjesë të madhe të ditës, duhet të evitoni. Alkooli është një tjetër ndikim negativ për shëndetin e tensionit. Konsumi i alkoolit duhet të evitohet plotësisht për të parandaluar rritjen e tij. Kafeina. Përveç kafes edhe pijeve energjike, edhe çaji dhe çokolata janë burime të kafeinës, megjithatë në doza më të vogla. Nëse jeni mësuar të pini kafe çdo ditë, atëherë duhet ta reduktoni në maksimum.